çështja e haxhit, do të kemi sigurisht të qartë të gjithë se kemi obligim kryerjen e haxhit. Mirë, po kur bëhet obligim? Atëherë kur ke të hollat, do ta kryesh me një haxhin apo kur do të kesh mundësi që të shkosh në haxh. Haxhi është obligim, Allahu xhaleshanu thot walillahi alen nasi hijjul beiti man istata ilayhi sabila. Do thot me këtë ajet argumentojmë se njeriu t'i bën obligim haxhi prej atë ditë kur do të ketë pasuri. Mirë, po nuk është obligim vetëm pasuria, është shëndeti. Është nëse e kemi rrugën të hapur, do të rruga është e bllokuar. Nuk do të thotë se vetëm se pasuria e bën obligueshmëri haxhin, me qenë njeriu musliman, me qenë bilik, të gjitha këto janë kushte për me e bën haxhin. Mirë, po një problem që na brengos neve si fetar apo si hoxhallar në vendin ton është se shumë njerëz kanë mundësi me e bën haxhin, mirë, po e vonojnë. Muajjel e vonojnë, nuk vonohet haxhi, sepse dietarët janë mendimit se ai njeri që ju ka bën obligim kryerja e haxhit, edhe e vanon për 10 vite, 20 vite. Neve kush na garanton se do të jetojmë 10 vite apo 20 vite? Askush nuk na garanton. Por atë ditë që do të bëhet obligim haxhi, atë ditë e kemi për borxh. Mendoj jo atë ditë se haxhi nuk është me kur të kemi dëshirë ne, por i ka muajin apo ditët e caktuara. E ka emrin ai muaj që bëhet Dhul Hijja edhe dalim në Arafat. Unë i thras musliman dhe ju them kështu, ato të cilët kanë mundësi me shku në haxh, edhe pse shifet se me të vërtetë në vendin tonë ja kanë nis njerëzit me dash haxhillokun. Ja kanë nis njerëzit me shku në haxh. Po sërish trit. Më herët ose para 50 viteve, para 30 vite ka qenë e njohur se njeriu duhet me shku në haxh pasi del në penzion, ose duhet me shku plaku në haxh jo i riu. E tash kur e kanë kuptuar njerëzit se haxhilloku është borxhi secilit musliman një herë një jetë, secili prej neve ka obligim të shkon në haxh prej atë ditë që do t'i bëhet obligim. Askush prej neve nuk është mirë ta vonon këtë obligim ose ta lën për më të tjerë, sepse nuk na garanton askush se sa do të jetojmë. I thras musliman që nëse kanë mundësi ta kryejnë haxhin, le të shkojnë ta kryejnë haxhin se është ibadet apo kusht i katërt, me një transmetim tjetër përmendet se është kushti i pesë i fesë islamit.